Në mes të kësaj vere, pas një zvaritjeje 15 vjeçare dhe një fature që shkoi në rreth $400 milion, rruga Qukës Qaf Ploç u inaugurua më në fund. Gjatë viteve, disa kompani u shpërblyen me kontrata shtesë dhe tender të tjerë në rrugët lidhse, ndërsa firma 2T ishte ajo që vuri vulën finale të punimeve. Kjo kompani ka lidhje të forta me pushtetin. Një nga pronarët është Artan Sako, vëllai i kryebashkiakut aktual të Tepelenës, ish komandant i gardës dhe i njohur si mbështetës i mazhorancës. Paralelisht me karrierën e tij ushtarake, biznesi familjar 2T ka përfituar miliona euro nga fondet publike, kryesisht në jug të vendit, dhe mes tyre edhe tenderi i mirëmbajtjes së rrugës Qukës Qaf Ploç. Dokumente të reja dhe të vjetra, të verifikuara nga Vox News, tregojnë se procedura duke i orientuar që në nisje drejt firmës. Bashkia e Pogradecit publikoi më 20 gusht 2025 një njoftim ku inxhinierët e 2T njoftonin asfaltimin e 400 metrave të fundit, megjithse nuk ishte shpallur zyrtarisht fituesi i lotit 3. Punimet kishin ngjecur për vite, por dorën e fundit e mori sërish 2T. Ndërkohë rruga u hap, por ndërhyrjet në lotin e tretë vazhdojnë ende. Më 19 nëntor 2025, pak orë para se drejtori rrugëve Gentian Gjyli të vendosej në arrest shtëpie, ai firmosi nderin e fundit, tenderin e mirëmbajtjes, me fond limit 31.8 milion lek, ja dha 2T-s. Edhe pse firma Kapri kishte ofertë 24 milion lek dhe disa të tjera edhe më të ulta, fituesi u shpall oferta më e lartë, 29 milion lek. Një fitore që duket se s'mund të ishte rastësi. Skema thellohet edhe më tej. Në dokumente, 2T deklaron se do të mbështetet nga kompania Apis për mirëmbajtjen, një firmë që në fakt lidhet po me Sakot, duke ngritur dyshime të reja për konflikt interesi dhe kompani fantazëm brenda tenderave. Pas masës ndaj Ballukut dhe arrestimit të Gjylit, mbetet pyetja: a do të vazhdojnë të preferuarit e pushtetit, apo kjo dosje rrezikon të përfundojë në SPAK?